Nëse ju ngelin shenja nga çorapet në këmbë, urgjent duhet ta dëgjoni këtë lajm. Çorapet ndonjëherë lënë shenja të kuqërremta në këmbët tuaja, por nëse ju mbetet vazhdimisht gjurmë, është shenjë se trupi juaj po përpiqet t'ju tregojë diçka. Kjo është arsyeja pse Brightside tregon probleme shëndetësore që mund t'na zbulojnë shenjat e çorapeve. Nëse ndjeni se këmbët tuaja janë shumë të fryera, arsyeja mund të jetë lëngu i tepërt që grumbullohet në pjesën e poshtme të këmbëve. Zakonisht nuk është e dhimbshme, por veshjet e çorapeve mund të jenë të pakëndshme. Presioni i lartë i gjakut mund të shkaktojë ngambajtje e lëngjeve dhe e bën më të vështirë që zemra të transportojë gjakun në trup. Trupi përgjigjet duke mbajtur lëngje të vendosura kryesisht në këmbë. Kur venat e këmbëve tona dobësohen, ato mund të kthejnë në gjakun në zemrën tuaj mjaft shpejt. Më pas gjaku grumbullohet në venat e këmbëve dhe fryhen dhe krijojnë dhimbje. Kjo kontribon në formimin e venave me variqe. Por çfarë duhet të bëni nëse çorapet mbeten vazhdimisht me shenja në këmbë? Reduktoni sasinë e kripës, mbani një peshë të shëndetshme trupore, mbathni çorape të kompresimit, ndroni shpesh pozicionin tuaj dhe mbathni këpucë të rehatshme, të cilat ndikojnë në drejt për së drejti në rregullimin e shëndetit tuaj.